Ndërsa vetëm 6 ditë në ndajnë nga zgjedhjet parlamentare, Partia Demokratike i ka bërë kërkesë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Ministrisë së Brendshme që të gjithë qytetarët të votojnë dhe me mjete ID të skaduara. Në kërkesën e Partisë Demokratike thuhet se një numër i konsiderueshëm shtetasi shqiptar me të drejtë vote rrezikojnë të mbeten të përjashtuar nga procesi i votimit për shkak të pavlefshmërisë ose mos rinovimit në kohë të kartës së identitetit apo pasaportës biometrike për të shmangur përsëritjen e rasteve të papranueshme si ai i konstatuar në zonën e Imarës gjatë vitit 2024, ku shumë qytetarë me të drejtë vote nuk patën mundësi të marrin pjesë në zgjedhje për arsye të kësaj natyre, kërkojmë ndërhyrjen tuaj urgjente. Sipas informacioneve tona, për llogaritën rreth 600.000 shtetas shqiptar në mbi 3.7 milion zgjedhës prezent në listat e votimit, të cilët i kanë të parinovuara dokumentet ID ose pasaportat. Nisur nga kjo situatë, shkruhet në kërkesën e Partisë Demokratike, propozojmë që të shqyrtohet mundësia ligjore për shtyrjen e përkohshme të vlefshmërisë së dokumenteve të identifikimit për të gjithë shtetasit shqiptar me banim brenda territorit të Republikës së Shqipërisë deri në përfundim të procesit të votimit më datën 11 maj 2025. Ky akt do të shërbente si garanci për respektimin e së drejtës për të votuar, e cila nuk duhet të cënohet nga vështirësia administrative apo pengesa burokratike të natyrës dokumentare, përfundon kërkesën Partia Demokratike.